Në qytetin e Gjirokastrës është zhvilluar dita e hapur e forcave të armatosura. Në mjetiset e sheshit Qerqistopulli, strukturat e Ministrisë së Mbrojtjes ekspozuan logjistikën dhe infrastrukturën ushtarake, ndërsa aktiviteti synonte sensibilizimin e të rinjve për të bërë pjesë e ushtrisë. Ky organizim tërhoqi vëmendjen e banorëve dhe të rinjve, por dhe të turistëve të huaj që po vizitojnë në këtë kohë Gjirokastrën. Forcat e armatosura ndodheshin në qytetin e Gjirokastrës për të njohur të gjithë të rinjtë dhe të rejat mbi mundësitë që ofrojnë forcat e armatosura për të bërë pjesë të tyre, por sigurisht edhe për armatimin dhe të gjitha pajisjet moderne që ne disponojmë. Në fakt sot ishte shoh një interes shumë të lartë edhe tek turistët, të cilët bënin pyetje të ndryshme për pjesëmarrjen në forcat e armatosura, por sigurisht dhe të rinjtë të rejat e qytetit Gjirokastrës ishin pjesë e këtij panajiri. Sigurisht që pyetjet e tyre ishin nga më të ndryshme, si moshën që mund të marrin pjesë në forcat e armatosura, cilat ishin mundësitë që mund bëhesh pjesë e tyre, por dhe pyetjet e femrave sigurisht se çfarë detyrash mund të bëjnë ato në forcat e armatosura. Tashmë të rinj dhe rajoni i Gjirokastrës janë pjesë e strukturave të ushtrisë dhe të forcave të armatosura.